zgjedhje për një vjet e gjys. Qyshje ka shfrytëzën që to për me kallëzu që i ki punë të ma mira, po më kallëzën. Për lartë të njëjtin kryeministër e ki që 6 vjetë. E di. Zgjedhje kemi pas, kjo rrugën po e merë, fuqin po e ka, pare po shpërndon prak zgjedhjeve, qindra miliona. Dhe më thonë zgjedhjet po mohën, për dikujt po i konvenon me vazhdu këto zgjedhje. Kush rrin kryeministër nëse s'na shkojnë as zgjedhjen prap? Kush qëndrën? Detyrë. Po nuk ka veç që kash dush me dit me mendu. Nuk ka nevoj me qenë gjenibre. Kush rrin kryeministër, kush rrin ministër, kush rrin me gjipa dhe me fuqi dhe me mundësi për me shpërnda miliarda, nëse na shkojnë në zgjedhjen prap. Po i njëjti person. Nuk e merr asnjë përgjegjësi, sepse thotë unë s'ka qeveri, s'ka parlament, ama gjipat po i shfrytëzon. Ato që gjipa tashin ka shfrytëzojnë edhe shefat e opozitës, edhe kryetori juaj edhe kjo, borcja e listës. Unë s'po shfrytëzoj gjipën në me parët mi jam të pagu naftën. Asë rrugë nuk e ko marë. Si kryetor partije, halo. Po brevesh mi krasu 17 gjipa me një gjip personal të vetin, për bez dalëm reshëm aty. Edhe ngëm, mu nuk më pengon. Po të kuptoj, po mu nuk po më pengon që atë shumën e përmena këto, sepse kjo ka pas banalizu këtë ide në gjipa. Edhe atë punë e di. Mu nuk më pengon që i ka gjipat. Asë nuk më pengon që ka bua si malverzimet fjallëve këta me gjipa, këta po tutën, i kam bo dikujna keq. Aty në kënë gjana tëllta, që nuk kisha dash kur me i përsërit. Mu po më pengon që s'po punën. Mu po më pengon që 6 vjet i s'ki progres. Deficitin matë madh në historitë Kosovës, deficitin tregtar. Përmi 1 miliard euro shpenzumën rrym. Rrogat ma tëllta, zhvillimin ekonomik, tash inflacioni ma të naltë në Evropë. Mu qëto po më pengojnë. Unë se kam personale as pak, letë, vazhdën. Shteti i dytë ma fukaron në Evropë, inflacioni i dytë ma i naltë në Evropë, një pjesë e madhe e syne gjërave që u thanë jënë fakte për që ato dhe e lash me shku, plus diskursi fushatës dalën prej pjesës tjetër të vitit. Kalova në për program tuin, prej përvojës temën politik, si për cjellës, se jam pagu për atë punë, e di që shqiptarët e kosovarët në veçanti për program zvotojnë, kështu që kalëzëm qysh më rinë, deri të votusi, kalëzëm prapë po insistojnë pyetjen e nejtë, çka ndrën për qito 3 ditë edhe a i zhdasht me tetin seriozisht mu marë me do afate kur nisë mu digitalizu që këhuja, a bën vjosa, zbën vjosa, bën ermali, zbën kë, a me dhët në nshkrime të jap 3, merri 2. Une kësha pas qef me tu me një vend, edhe unë besoj që Kosova ka mu bo qaj vend ku votusi votan për programe dhe për ekip. Edhe unë nuk... Sash që zbot, ashtë dhe i stash sështë? Dhe i stash sështë, po unë po du me lut votusin, qofsha, apo mos qofsha në politik, që me lut me fillu sa ma shumë me mendu në mënyrë të tillë. Gjatë kryne të bimeve që i kum pas, po shëf gjdo dite ma shumë votus të tillë. Votus që po e qmojnë punën, po e qmojnë profesionalizmin, edhe po kërkojnë që me politik me omarë dikush i cili din me omarë me politik. Nëse e merë me shiku qeverin aktuale, lartë, për bes ata ministra një trafik ta bankrotojnë se lemon i shtetë. Nuk ta bankrotojnë brenda natës, se edhe Kosova nuk dëmtohet brenda natës, kemë parasysh. Por mënyra se si kanë fillu, që 6 vjetë me punu, edhe si janë të vazhdu, këto numrat po të regojnë që ky shtet nuk o të shku mirë. Në nuk e kam personale as pak me as kënd. Nëse punojnë ata dhe shteti zhvillohet edhe numrat, statistikat, zhvillimi ekonomik, na jep neve diçka të mirë për këtë vend, por besu në lo politikën krejt, e ata le të vazhdojnë me rajtë me full për drona, nuk ka problem. Por pun nuk po ka. E që kjo është aja dhimta jem, ose që është frika jem, se populizmi që të punë e bën. E manë popullin të tillë, të varfën, por me një farë dopamina afat shkurt, që i bën me mendu që janë të bo senet, kanë mu bo diqka, kena mi bo e korudhat, kena mi bo këta, se ata kanë vjedh, ata i kanë shqit 6.000 fabrika, edhe në fund, kur kalojnë vitet, dhe kur e merë, kur e shef, që kena bo? 19 vjetë në Hungari një popullist e ka majtë për shtetin. 19 vjetë kanë qenë përandori Hungaria. Kanë pas akademit shkencave, kanë pas universitete, është Budapesti një për veneve më të bukra në Evropë. 19 vjetë i ka bu budalaj Orbani atje.
Po kur i ke këshyr numrat e Hungarisë, kur i ke këshyr ekonomin, e ke po që ka met për vende më të varfër në Evropë, prej EU-s. Pse? Sepse ka krijuar miq, ka thonë një Rusia, një Amerika, një BE-ja po dënë me na bo këta, një po dënë emigrimi kështu, ka kriju edhe ka demonizu zhvillimin, biznesin, ka luftu media deri sa i ka përvetësi do të vetat, edhe ti e shef, unë nuk po thëmë që është i njëjti kur ti mërbani, por populizmi e demagogjia është e njëjtë. Edhe kjo mu më frikson.